nëse janë ullë çmimet e bileta. Ose, tash në mësimi në këtë rafsh, ose mund të jetë për një pozitë të arshme. Po, ose ka pas raportime si që kanë bërë të zëmë partit politike në base edhe të tjerat, por të zëmë për vetëvendosin që të njëjtat ka siguruar dhe transportin. Nuk e di ma bëhet fjallë për aeroplan në zgjedhjet e kaluara për autobus, por ka pas raportime për to. Azren, ne e bëm edhe një adresem për njerëzit në Instagram, edhe mendimin tëmë për me gjitha të për njerëzit që na shojnë live. Ajo po e para krim ekonomik. Me qeveria ndërtyrë nuk ka drejt me marrë kësi vendime, kjo shkelje e ligjit. Sepse nuk e ka të planifikuar linjat buxhetore kur ka kalu buxheti në fillim të këtij viti. Po këto janë pak problem. Çka po shohim na është sponsorizim i fushatës elektorale për një parti politike me parë të shtetit. Kjo tashmë e bën galën të barabartë. Tashmë parti politike li më të mirë çka kam ne bën. Ti isha kon unë vend tyne, i kisha bojkotuar zgjedhjet. Kështë bojkotu zgjedhjet? Absolut po. A është veprim i mençur kë? Sigurisht jo. Si Sali Berishës nga bojkotimi i zgjedhjeve? Dëgjoni, duhet mi shku deri në fund kësaj pune. Bojkotimi i zgjedhjeve ishte dashur qenë hapi i parë sot. Te janë nis prej PDK, LDK, AK, PSD kushangar. Tjetër pastaj, duhet më bë bashkë me ministër protesta kështu. Pastaj, këtë çështje, këtë marrëzi, këtë krim ekonomik me adresuar në instanca ndërkombëtare çfarë do të qofshin kanalet, që unë si di edhe nuk kemi avokat në këtë pikë, po këta kanë çaq potencial, kanë çaq avokat mirë sa më adresuar këtë çështje ndërkombëtarisht. Këtu ka shkelur demokracia me dy kom, se starti po është i pabarabartë. Pra, këto parti politike, PDK, AK, LDK, PSD, kanë probleme financiare me fushatën. Ndërkohë ky 2 milionë ka luksin shtetit, të e shkel ligjin... Jo, kjo është me një hapë, sepse milionat të tjerën për një... Të tjerë, po pra, me ishtin, fushat, por me arrit atë shifër... Pra, nuk po luat veprim as pak i mençur. Qyshka mundësi? 100 milion janë derë ditëve të fundit. Pra, këtu duhet me alarmuar që në këtë vend kemi një parti e cila, përveç që po e ngushton demokracinë, po e përdor çdo resurs shtetit me sunduar në mënyrë autoritare. Nuk është garë mo kjo. Nuk është garë mo kjo. Edhe shtesë e kësaj, zotri Kajtazi, që të thonë diçka me shifra, sepse tani mujna me shtru pyetjen tjetër, sa paroj ka një parti për me u fut me një... Rreth 100 milion euro jashtë shtesa tash. Rreth 100 milion. Për shkak se nëse llogaritëm veç dje, për 400.000 fëmijë që janë procedu. Edhe ti krejt këto ja adresën fushatës elektorales, tash, Kajtazi? Herën 100 bojnë 40 milion, veç për fëmijë. Edhe sa pensionist janë, bojnë 80 milion. Edhe shtesa tjera, leunat 14 miliona, nuk e këdi sa ke. Ti krejt këto ja adresën fushatës të ne? Ta qëre, këto 30 euro ose shtesa që i kanë të zakonshme, nuk mundëm ja adresu fushatës, për shkak se ka vjetë që jepen. Që janë kejnë regull, fajn. Po që ato që jepën për e tashtës? Shto 100 euro. 100 që është për Shka ja jep 100 euro studentit kura e kryti vitin e pora. Fiks. More kjo blerje e votës, pse pe zbutim shprejëm këtu. O blerje e votës shkombin. Sakt po, unë po du matematikisht me sfilë. Kujtohet mu, 100.000 euro është fëmijeve. Se jep 100 euro fëmijeve. Se s'pikrit shtesat. Se s'pikrit shtesat, 10 euro, 20 euro. Bëhet me leq fund të fundet. Të vim të 2 milion shim. Unë kujtohet vetëvendosja, kur ka qenë opozit, kur ka qenë e treta e katra me rezultat zgjedhor. Delke, denoncojke, mobilizimin e partive, ditën e zgjedhjeve, se i barshin njerëz me kombje, me mitët ndryshme, me quhet të qendra e votimit. Me pare të veta kanë bërë ato partitë. A është e liqma jo? Ka bërë edhe vetëvendosja. Krejt e kanë bërë. Ndërkohë ky i merr 2 milion prej shtetit, edhe jo paguën mergjimtarëve ullën me anë votuar. Po, ama Azren, nuk është gjithë me bërë A mund të adresojnë njerëzit që pranshojnë në YouTube, do të hapim një sondazh me të bërqastë më parë, më parë, me përgjën se si duke... Nëse kujtohet, Në momentin që vullnetë dhe Azreni Kom qenë ma televizion, pas ka ndru sanet, vullnetë dhe Azren. Për një që nga shqeni online, të të hapim një sondazh me pyetje nëse shenit të drejta apo të gabuar vendimin e qeverisë Kurti për të ndarë 2 milion euro për Mërgatën, ndërkohë që kur jemi tek intervista mbrëmshme e Ukran Muratit, aty pati në fakt një përmbledhje nga Leo, i cili tha që në fakt koha e qeverisjes së faqit me buxhet deri në 9 miliardë më duket ishte, ka lënë 2 autostrada, ka lënë projekte, ka lënë qerdhe, ndërkohë Kurti ka menaxhu 20 sosh dhe nuk po lën asgjë. A qëndron kjo në fakt vullnet? Po nëse dëgjon tani Kurtin thotë që nuk ka marrë të me ndërtu autostrada, me ndërtu... Okej, le ti mirë mbaje. A ke pa autostrada Prishtinë, Prizren, që 1 vit e gjysmë është
E vërtet. E mbyllon gogjan 1 kilometër i gjatë. Nuk është ajo çështja. Këta as me mirë mbajtë zunë, aty kanë vdek njerëz. Jo, A me kuptoni? se ndërrojtë vullnetin. S'ka pas finalistika. Ta na vdesin njerëz, ta rrit. Asni mjet punës së shej aty. Është element. Që ta njerëz që kanë vdek. A duhet mi shku te qeveria aty? A duhet mi kërku llogari dikujt? Po, e vërtet është, po kush me shku. Shkupen. Ndërkohë ky e ka përdorur Ta vdekjen. kesh të thonë, isha pajtu krejt. Okej, nuk po dënë Svajtona më rëvisht ndërtu ashtë kështu autostradë, spjegu. Unek, nuk po dënë me ndërtu spitale, nuk po dënë me ndërtu shkolla. Ekip politik tonë me dhonë shtesa me bo diçka. Në rregull është. Po pse pi premton? Ai pi premton, kur ti e premton, ajo është qasje e qeverit. Nuk mënesh me thonë zvi me premtim që s'ndërtoj autostrada, ai pi përmend. Ndërkohë, kur jemi tek ndërtimi, Kosova në fakt ka qenë Prishtina që ka fituar të drejtën për të organizuar lojrat mesjetare dhe duhet ndërtuar stadione e ngjajshëm dhe në fakt asnjë prej tyre nuk është bërë deri në këtë moment, që i bie ne rrezikojmë na dështojnë këtë lojra, që natyrisht pritet prisin njerëzit, se ti e din vullnet me manifeste çfarë efekti është arrit në turizëm e ngjajshëm. Pra ne Ç'është ka mundësi deri në 2030 mund